Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, në vazhdim po shoqëroheni me leximin e librit. Po shoqëroheni me leximin e librit, veprimtaria e jezuitëve në popullin shqiptar. Në këtë vepër, autori Don Frog Zefi na sjell një pasqyrë të veprimtarisë së shoqërisë së Jezusit, jezuitët, mes popullit shqiptar, duke theksuar angazhimin e tyre të jashtëzakonshëm gjatë periudhës 1888-1912, veçanërisht në Kosovë dhe Shkup. Puna e jezuitëve, e cila ka pasur një ndikim të madh në edukimin dhe rivendosjen shpirtërore të katolikëve, është shpesh e panjohur për shumë besimtarë të sotëm. Ky libër na mundson të kuptojmë më thellë rolin e jezuitëve në forcimin e besimit dhe harmonisë fetare mes popujve të rajonit, duke shpjeguar gjithashtu rëndësinë e trashëgimisë që ata lën pas. Parathënie. Mes viteve 1990-1991, shoqëria e Jezusit festoi 450 vjetorin e themelimit dhe 500 vjetorin e lindjes së Shën Iniacit të Loyolës, i cili është edhe themeluesi i kësaj bashkësie fetare që sot numëron rreth 25.000 anëtar. Meqense për shkak të rrethanave shumë të vështira sociale në Kosovë, katolikët nuk mundën të merrnin pjesë në kremtimin e përvjetorëve të sipërpërmendur të shoqërisë së Jezusit, dëshiroj që në këtë vepër të tregoj punën rivendosëse të bashkësisë fetare mes popullit shqiptar dhe atij kroat në Kosovë, qysh prej vitit 1888, kur u themelua misioni fluturues shqiptar, që u besua jezuitëve, e deri në vitin 1912, kur jezuitët u larguan nga shtëpia e tyre në Shkup. Që jezuitët kanë vepruar në periudhën e sipërpërmendur në kuadër të misionit në Kosovë, dihet pak nga katolikët e sotëm. Disa katolikë të Kosovës kanë dëgjuar për misionarët jezuit përmes traditës familjare, por nuk dinë asgjë më konkret për punën e tyre. Në ndikimin e traditës familjare në fshatin tim të lindjes në Binq, kur një prift është i mirë, për të thuhet se është si jezuit. Ndërsa vizitonin qytete, fshatra, lagje, madje edhe shtëpi individuale, jezuitët u mësonin njerëzve besimin katolik, ndanin sakramentet, ndërmjetësonin, qetësonin dhe pajtonin besimtare që ishin në mosmarrveshje njëri me tjetrin. Asnjëherë nuk u përpoqën të konvertonin ndonjë musliman apo ortodoks. Gjatë asaj kohe, duke punuar në mënyrë të organizuar dhe plot entuziazëm, ata ndihmuan shumë në rindërtimin katolik të Kosovës dhe të gjithë arqipeshkëvisë së Shkupit. Duhet thënë se në atë periudhë veçanërisht në Shkup jetonin shumë italian, francez dhe gjerman, të cilët punonin si në punës dhe ekspert. Përveç punës rivendosëse mes popullit katolik të Kosovës, jezuitët fituan vlerësim sepse rritën, edukuan dhe udhëzuan një numër të madh priftrinj të arqipeshkëvisë së Shkupit. Dokumentet na tregojnë rregullisht se këta priftrinj që dikur ishin nxënës dhe studentë të jezuitëve, njihen si punëtor baritor të mirë, madje edhe shëmbullor. Disa prej tyre u rritën dhe u shkolluan në institutet e jezuitëve në Itali, e disa të tjerë në kolegjin papnor shqiptar në Shkodër. Shumë arqipeshk të arqipeshkëvisë së Shkupit ishin nxënës, student dhe kadet të jezuitëve. Për t'u afruar me katolikët e Kosovës dhe për të thelluar punën e tyre rivendosëse shpirtërore, në vitin 1910, jezuitët hapën shtëpinë e tyre në Shkup. Kjo shtëpi e shoqërisë së Jezusit ishte pjesë e misionit fluturues shqiptar me rezidencë në Shkodër. Kur jezuitët erdhën në Shkup si administrator të famullisë së Zemrës së Krishtit,
At Gasper Zadrima dhe At Franjo Jambreković luajtën një rol themelor në edukimin e thirrjes fetare të gruas së madhe shqiptare, Shën Nën Terezës. Misionaret jezuit në Indi, e veçanërisht At Ante Gabrić, shërbyen si këshilltar të saj, duke ndihmuar atë në qastet më të vështira dhe më vetëdimtare të jetës së saj. Kjo vepër e imja është njëkohësisht edhe shprehje e dëshirës dhe lutjes sime për shoqërinë, që shoqëria e Jezusit të ripërtri veprimtarinë e saj mes popullit shqiptar. Kreu 1. Shoqëria e Jezusit dhe ripërtrirja katolike në Kosovë. Në Kosovën e gjysmës së dytë të shekullit 19 jetojnë kryesisht shqiptarët, serbët, çerkezët, kroatët dhe romet. E gjithë zona, duke përfshirë edhe disa qytete, kishin një numër të konsiderueshëm fshatrash. Nga pikpamja fetare, popullsia përbëhej nga muslimanët, katolikët dhe ortodoksët. 1.1. Gjendja në Kosovë nga mesi i shekullit 19 deri në vitin 1912. Politikisht kjo zonë ishte kryesisht një krahin, vilajet, nën administrimin Osman, me qendër Prizrenin, ku banonte veziri. Sa i takon religionit katolik, kjo zonë ishte pjesë e territorit të arqipeshkëvisë së Shkupit. Sipas raportit të administratorit të arqipeshkëvisë së Shkupit, prej vitit 1842, administrata turke në territorin e arqipeshkëvisë ishte në duart e 4 pashallareve, nga të cilët njëri banonte në Prizren, i dyti në Gjakov, i treti në Pej dhe i katërti në Prishtinë. Tridhjetë vjet më vonë, e njëjta zonë e arqipeshkëvisë, politikisht, më së shumti, i përkiste vilajetit të Prizrenit. Ky vilajet ishte i organizuar në 4 krahina dhe drejtohej nga mutesarifet e Shkupit, të Nishit, të Debras dhe të Prizrenit. Çdo krahin ndahej në rrethe ku edhe banonin kajmekamet. Mes viteve 1873 dhe 1875, për arsye politike, Prizreni nuk ishte me qendër i vilajetit, pasi atë rol e kishte marrë Prishtina. Drejtësia turke mbështetej mbi Kur'an. Sipas kësaj drejtësie dhe sipas vendimeve të sultanëve individual, krishtërimit nën perandorin turke teorikisht i garantohej barazia dhe liria, por ishin qeveritarët e zyrtarët provincional të cilët nuk e garantonin këtë liri. Largësia relative e Kosovës nga Konstantinopoja, dobësimi i pushtetit qendror dhe mbizotrimi i popullatës muslimane, e detyruan arqipeshkëvinë e Shkupit, Frat Fulgencje Karev, që në letrën e datës 7 shkurt 1881, Prizren, të shkruante se fuqia e errësirës po mbretëron në arqipeshkëvinë e tij. Në tërë arqipeshkëvinë e Shkupit kishte gjithsej 7 kisha, nga të cilat vetëm 3 prej tyre kishin të Në tërë arqipeshkëvinë e Shkupit kishte gjithsej 7 kisha, nga të cilat vetëm 3 prej tyre ishin të ndërtuara mirë. E megjithatë, edhe ato kishin nevojë për mirëmbajtje. Të tjerat as që e meritonin të quheshin kish. Të gjitha kishat tjera ishin shumë të varfra. Në Shkup,
nuk kishte fare as kish, ndërsa famulitari nuk gëzonte ndonjë mbështetje materiale. Një prift gjendej duke jetuar në një shtëpi druri ku edhe kremtonte mishën. Në shërbimin mbaritor shërbenin vetëm 13 priftrinj, 8 dioqezan dhe 5 franceskan. Prej tyre 7 priftrinj ishin vendas, ndërsa ata të arqipeshkvis tjetër ishin të huaj. Arqipeshkvisi nevojiteshin së paku edhe 15 priftrinj për të plotësuar nevojat shpirtërore të popullsisë katolike që jetonin në këtë zonë të madhe. Rënjët e padijes fetare dhe fillesat e të këqijave morale ishin të thella të largta në kohë, duke nisur që nga fillimi i pushtimit turk, e mëtej që nga kohët pagane. Në një tjetër letër, arqipeshkvi Frat Flugjencie Karev e krahasonte këtë situatë me një plagë të madhe të këtij populli të mirë. E gjithë arqipeshkvia kishte 7 famulli dhe 15.176 katolik, të cilëve duhet u shtohen edhe 8 deri në 10.000 katolik të fshetë, kriptokatolik ose laraman. Kriptokatolikët nga fshatrat e Vërnakollës, Binqës, Stublës dhe Terezijave, që të gjithë pjesëtarë të famullisë së Letnisës, u shfaqën publikisht si katolik në vitin 1846. E fill pas kësaj, ata u internuan në Turqi. Gjëse ishin 176 të internuar, 97 prej tyre vdiqën gjatë internimit. Sot, populli shqiptar në Kosovë i nderon ata si martir të besimit katolik. Administratori apostolik i arqipeshkvisë së Shkupit, franceskani Dubrovnikas Urban Bogdanović, në një letër të datës 25 tetor 1848, i shkruan nga prizreni i peshkvit të Zagrebit, Juraj Haulik. Në këtë arqipeshkvi ka edhe katolik të fshehtë ashtu quajtur laraman, për shkak se ata hiqen sikur janë musliman, që të mos persekutohen nga turqit. Mirë po, sa po janë shfaqur haptazi si katolik, psuan abuzime nga më të tmerrshmet. Vetëm para ardhjes sime në këtë rajon të katolikëve në rrethin e quajtur Gjilan, vdiqën nga mundime të tmerrshme rreth 70 martir. Vdekja e tyre ishte një heroizëm i nderuar. Ata janë të denjë të radhitën mes më të shquarve në historinë e kishës. Nëse do të kemë mundësi financiare, do ta fitoj favorin e gjykatës turke, e cila është gjithmonë e gatshme për rishfet, siç është parë edhe në raste të tjera për katolikët të fshehtë, kriptokatolikët në rrethet e tjera. Ndërsa kërkon ndihmë materiale nga i peshkvi i Zagrebit, Hauliku, fra Urban Bogdanović, bën edhe një përshkrim të rrethanave në arqipeshkvinë e Shkupit. Ndër të tjera, ai tregon: pasi erdha nga jashtë dhe u emrova në këtë krahin, kuptova se për shkak të kultit publik të varfër dhe të mirë, për shkak të kishës të zbuluar e për shkak të mungesës së një shenje të vetme fetare, siç është kryqi, nuk mundem ta di se si mund ta kremtoj mishën e shenjtë misionare apostolike, kur gjëja e parë që duhet të bëj është të sjell kryqin për ta vendosur mbi altar. Për këtë arsye, po ju kërkoj një kryq. Kuptoj se përkundrazi nesh, ortodoksët që këtu nuk mungojnë, kanë gjithçka që u duhet për kryer liturgjinë e tyre të lavdishme dhe madhështore. Kontrasti mes nesh dhe atyre që është aq i thellë sa që duket sikur besimi ynë i shenjtë po shtrohet, aq sa mund të poshtrohet në praninë e tyre. Duke folur për sjelljet e muslimanëve ndaj katolikëve, Bogdanović tregon:
Pa i përmendur të gjitha mjerimet e keqpërdorimet që e kanë mbuluar deri në Gryk këtë arqipezhgëvi fatkeqe, mjafton t'ju a themi nderuar zotri, se varezat katolike dhe rezidenca ime janë pa mure me tulla, dhe me qëllim sfidën ndaj kultit katolik, vinë dhe e kullosin baktin në atë vend. Nuk mbetet me kaq, por si për ta fyer e turpruar akoma më shumë fen ton të shenjtë, e kanë caktuar atë vend si një vend për të kryer ekzekutimet e tyre. Një turk e thyen ligjin duke e sjell këtu të dënuarin për t'i hequr kokën dhe më pas e hedh kufomën në varr, duke bërë që varri katolik të thithë gjakun e të dënuarit musliman. Siç mund ta kuptoni, kjo gjendje poshtruese po më detyron t'ju kërkoj ndihmë, në mënyrë që të kem mundësi të kujdesem për burimet e njerëzve me aq sa mundem, duke ju lutur gjithashtu për ndihmë edhe provanis hynore, për gjithë vështirësitë me cilat po përballet kulti dhe besimi ynë. Disa i paragjykojnë ata shqiptarë që kaluan në fenë islame, duke i konsideruar si një popull i paqëndrueshëm dhe i shkujdesur për fe dhe atë dhe. Ky paragjykim është krejtësisht i pajustifikuar, kur nga historia e gjatë dihet se në kohën e Gjergj Kastriotit Skënderbeut, madje edhe pas vdekjes së tij, shqiptarët e mbrojtën me këmbgulje dhe dëshpërim besimin, fenë dhe atë dheun. Por në fund u detyruan t'i dorëzoshin një fuqie që ishte më e fortë se ata. E rrjedhimisht, edhe feja pësoi humbjen e vet. Fillimisht, braktisja e besimit ishte një fenomen që ndodhte shumë rrallë. Kjo vazhdoi deri në fundin e shekullit 16, kur u shpall ligji sipas të cilit liria e pronës u njihej vetëm atyre katolikëve që do të rrisnin një prej fëmijëve të tyre në besimin islam. Në të njëjtën kohë, për ta ruajtur edhe atë pak tokë që kishin, ata filluan të konvertoheshin në besimin islam. Ndodhte që hoxha i cili hynte në një familje katolike për të vizituar antarin e tij, pra fëmijën e kushtuar për besimin islam, ndikonte lehtësisht edhe mbi fëmijët e tjerë që të kalonin edhe ata në besimin islam. Fillimisht ishin të varfrit, e pastaj edhe të pasurit, që filluan të konvertoheshin në islam. Por ndodhi që ata që u konvertuan në këtë mënyrë në islam, u konvertuan pa udhëzim, pa bindje, prandaj shqiptarët edhe sot karakterizohen nga toleranca e thellë fetare. Ata janë të lumtur që të martohen me një katolik dhe japin me kënaqësi motrën ose vajzën për grua në një familje katolike. Ja njohin gruas lirinë e besimit dhe të fesë. Krenaria e shqiptarit lidhet më shumë me nacionalitetin shqiptar sesa me fenë. Në vitin 1894, misionarët jezuit të misionit fluturues shqiptar informojnë mbi arsyet e largimit nga besimi katolik. Shkaku i parë. Një misionar tregon se shkaku i parë lidhet me përbuzjen që muslimanët shfaqnin ndaj katolikëve. Shumë katolik nuk mundën të duronin atë përbuzje. Ata u dorëzuan, ndryshuan emrat dhe u islamizuan për të gëzuar nderin që gëzonin muslimanët. Sipas po të njëjtit misionar, shkaku i dytë i braktisjes ishte çrregullimi moral. Ishte çrregullim moral që ndodh kur njeriu largohet nga Zoti dhe nga virtyti. Për ata që donin të kënaqnin epshet, e në të njëjtën kohë të mashtronin veten me mendimin se po jetonin sipas ligjit të Zotit, kjo mjaftonte që të përqafonin islamin. Pra, kur dikush që është katolik merr dy gra, kur dëshiron të bëjë një jetë të keqe apo kur hakmerret, ai nuk lejohet të shkojë në rrethim dhe konsiderohet i ndarë nga bashkësia besimtarve. Mirë po kur bëhet musliman,
Ai mund t'i bëj këto gjëra që ja lejon Islami sikur të jenë vullneti i Zotit. Këto temeta e rrësojnë kuptimin, nxitin lindjen e dyshimeve fetare, si dhe nxitin braktisjen. Duke informuar mbi katolikët e famullisë së Gjakovës, misionari vazhdon të tregojë se këtu ka shumë katolik që u bën musliman, sepse pëlqejnë të jetojnë të keqen dhe pranojnë njohshjen. Shkaku i tretë i apostazisë është padituria fetare në cilën jetojnë katolikët, veçanërisht ata që jetojnë në kodra. Mbi çështjet themelore të nevojshme të besimit katolik, në fakt, mund të thuhet se në të vërtetë ata nuk e kanë krishtërimin pjesë të jetës së tyre. Ata thjesht e quajnë veten të krishterë, por pa ditur asgjë për fen. Ata nuk i njohin misteret kryesore të fesë, as urdhërimet e Zotit nuk i din. Nuk din asgjë as për sakramentet të cilat i marrin vetëm materialisht pa pasur për kushtimin e nevojshëm. Kanë ide të gabuara rreth shpirtit dhe jetës së amshuar. Nuk din as të lutën shumë pak ose as pak. Besojnë se të gjitha fetë janë nga Zoti dhe të gjitha janë të mira. Nuk gjenden katolik të tillë që ta pranojnë krishtërimin me bindje të thellë. Nëse jetojnë në një zonë krejtësisht katolike, nga turpi nuk e ndryshojnë fenë dhe mbeten katolik. Por nëse jetojnë në mesin e muslimanëve, pas një kohë të shkurtër bëhen ndjekësit e tyre. Kështu, të gjithë muslimanët nga fiset Gashi, Krasniqi, Bytyqi dhe ata nga Lugina e Gjakovës, Pezë dhe Prizrenit, nga fiset Berisha, Thoaqi, Kabashi, Shala e të tjerë ishin katolik. Misionarët rreth vitit 1894 vazhdojnë të dëshmojnë se ky rajon që tani është musliman, 10 vjet më parë ishte katolik. 2 vjet më parë, 3 nga ato familje u konvertuan në Islam. 5 vjet më parë erdhi këtu një kryefamiljar që tani ka kaluar në besimin Islam me gjithë familjen. Në të gjithë zonën e Gjakovës dhe të Pezës, gjetëm vetëm pak familje që gjatë 100 viteve të fundit mbetën katolik, edhe pse u larguan nga kodrat e tyre për të shpërngulur këtu. Misionari vazhdon të na dëshmojë se edhe propaganda muslimane e shkaktonte dëm të madh katolikëve. Hoxha apo dervishi, që ishin njerëz zakonisht fanatik, shpesh u flisnin për çështje fetare. Muslimanët gjithmonë u kërkonin katolikëve që të ndryshonin fenë e tyre. Muslimanët e zbatonin në praktikë këshillën që kishin marrë nga drejtuesit e besimit të tyre, se çdo musliman duhet t'i flasë me devotshmëri çdo të krishteri së paku 3 herë, me synimin e vetëm islamizimin e tyre. Muslimanët jo vetëm që i bindnin katolikët që të ndërronin fenë, por edhe i merrnin në shtëpitë e tyre. U jepnin veshje dhe mjete financiare, si dhe u premtonin se do t'u jepnin pozita apo ngritjen e detyrë vetëm për t'i tërhequr në besimin islam. Fëmijët katolik që u gjendën në mesin e këtyre muslimanëve u rritën pa mësime fetare, pa kishë, pa sakramente, e kështu përfunduan duke i pranuar zakonet e bamirësve të tyre dhe u bashkuan në islam. Të shtyrë nga varfëria, shumë largoshin nga besimi katolik duke u bërë musliman. Për shkak të varfërisë, shumë shqiptar katolik prej Malësisë shkuan për t'u shërbyer muslimanëve që morën tokën në kohën e pushtimit turk, ose shkuan për t'u shërbyer bashkëfshatarëve që ishin të besimit katolik, duke qëndruar në pronat e tyre. Në këtë mënyrë, malësorët katolik u kthyen në bujkrobër e shërbëtor të muslimanëve. Shqiptarët e islamizuar pranoshin në shërbimet administrative, duke gëzuar besimin e mbrojtjen e autoriteteve administrative krajinore, ndërsa shqiptarët që kishin mbetur katolik
ishin të përjashtuar nga të gjitha shërbimet administrative të përbuzur, të persekutuar dhe të shtypur. I njëjti misionar vazhdon të tregoj se kështu ka qenë gjendja edhe në Shqipëri, në zonën e Prizrenit, të Gjakovës, Pejës dhe në Kosovë ashtu vazhdon edhe tani. Kur bëj fjalë për interesat e përbashkëta, këta katolik të përbuzur dhe të persekutuar, bëshin bashkë me shokët e tyre musliman. Ata u ngritën në protestat fuqishme dhe nisnin të luftonin me pushk në duar, duke u hakmarrë ndaj pushtetit turk për të gjitha padrejtësitë që ishin bërë kundër tyre. Nëse nuk do të kishin vepruar kështu, do të ishin vrarë nga muslimanët ose do të ishin larguar nga zonat e tyre. Që misionarët jezuit nuk e teprojnë me përshkrimin e kushteve në të cilat jetonin shqiptarët katolik, si në Shqipëri, ashtu edhe në Kosovë, vërtetohet nga letra e arqipeshvit të Shkupit, Andre Logoreci, dërguar jezuitëve pas publikimit të draftit të punës së misionit fluturues shqiptar. Arqipeshkvi, që ishte edhe vetë shqiptar, shkruan: Në lidhje me projektin shumë të lavdërueshëm të misionit fluturues, jam shumë i kënaqur dhe dëshiroj nga zemra që të bëhet një mjet që do të ndihmoj për fillimin e rinovimit moral në Shqipëri, duke shkundur nga padituria ku ka qenë zhytur për shumë shekuj. Kreu i dytë. Fiset shqiptare në Kosovë. Populli shqiptar në Shqipëri dhe në Kosovë ndahet në fise dhe secili fis jeton në bashkësi. Në Kosovë njihen fiset Nikaj, Mërturi, Krasniqi, Tropoj, Gashi, Bytyqi, Hasi, Berisha, Rugova, Luma dhe Mirdita, të cilët quhen edhe Fand, sipas emrit të Kodrës, dhe të Lumit në Shqipëri quhet Fand, pastaj Toplani, Begoli, Rotla, Gjinoli, Elezbashiqi dhe Shala. Fiset jetojnë në fshatra, dhe çdo fshat ka udhëhecin e vet. Fiset janë të ndara në bajraqe. Në fis, pa dallim feje, të gjithë jetojnë si të afërm. Ata mbrohen së bashku. Nëse dikush që i përket një fisi tjetër i sulmon, atëherë janë të detyruar të akmerren për cilin do që është vrarë nga fisi tyre, qoftë ai musliman apo katolik. Prandaj shtëpit, kullat e tyre qëndronin pranë njëra tjetrës dhe kishin dritare të vogla frengji nga ku qellonin me pushk, të cilat ishin mjaft të gjera nga brenda dhe të ngushta nga jashtë. Aty rreth vitit 1894, një misionar jezuit shkroi gjithë vëzhgimet e tij mbi marrëdhëniet brenda fisit. Ai tregon se uniteti aktual që ekziston midis shqiptarëve të një fisi është shumë i madh, për shkak të armiqësisë që ekziston gjithmonë mes fiseve dhe për shkak të nevojës për ndihmë nga njëri tjetri gjatë jetës. Shqiptarët nga i njëjti fis konsiderohen vëllëzër dhe të gjithë solidarizohen me njëri tjetrin. Nëse dikush bie në gjak ose është në rrezik, i gjithë fisi hyn në një regjim mbrojtje nga fisi tjetër. Në këto marrëdhënie nuk merret parasysh feja, por shikohet se kush ka nevojë për ndihmë, qoftë katolik apo musliman. Shqiptari konsiderohet si vëllan nga shqiptarët e tjerë të fisit të tij, edhe pse feja është ndryshme. Kështu për shembull, kur një nga katolikët e Vogovës që i përkiste fisit Bytyq, ranë në gjak me fisin Krasniq, të 200 familjet e fisit Bytyq e mbrojtën. Edhe disa fshatra të tjerë u përpoqën të mbronin katolikët nga Vogova, duke menduar se po mbronin tërë fisin Bytyq dhe kishin arsye për këtë. Nëse fisi Bytyq do t'i refuzonte ato pak familje katolike për shkak të këmbguljes së tyre për qëndruar në besimin katolik, ata do të rrezikoshin nga sulmet e fiseve të tjera
dhe në rast nevoje familjet e fisit Bytyq nuk do t'i ndihmonin. Kështu, do të detyroheshin të mbroheshin vetë. Meqense se nuk mund të mbroheshin vetë, në rast se do të ngacmoheshin nga ndonjë fis tjetër, do të rrezikoheshin të abuzoheshin dhe të shkatroheshin. Është e dhimbshme të tregohet se katolikët e Zymit kanë vuajtur gjithmonë nga fëmijët e tyre musliman, pasi këta të fundit i mundonin me vrasje, me zjarr dhe me abuzime të tjera, vetëm sepse katolikët e Zymit nuk u tremshin, për shkak se nuk i përkisnin ndonjë fis i cili do t'i ndihmonte ata si vëllëzër në rast nevoje. Misionari lart përmendur tregon se katolikët shqiptar në rrethinat e Gjakovës janë shumë të kujdesshëm për të respektuar rregullat e mirësjelljes në rast vdekje apo në ndonjë rast tjetër kur duhet të shprehen ngushëllime. Ai tregon në veçanti se ata largohen nga puna dhe udhtojnë pa e marrë parasysh lodhjen. Kur dikush vdes, udhtojnë disa ditë larg vetëm për të shprehur ngushëllimet, për të përcjellë një të afërm i lënë të gjitha gjërat, madje edhe ato që janë urgjente. Në kish nuk kanë kohë të vinë edhe kur kanë mundësi të vinë. Misionari regjistroi gjithashtu një fenomen interesant të largimit të vëllëzërve në rangun e farefisnisë në zonën e Dushkajës, e cila banoi pothuajse gjitha nga malsor të fisëve Berisha ose Mërturi. Sipas traditës, fiset Berisha dhe Mërturi në kohë të lashta ishin një fis, sepse kishin një rrënjë të përbashkët. Por me kalimin e kohës, dy vëllëzrit u ndan, aq shumë në hierarkinë e tyre farefisnore, sa që erdhi koha kur ata nga fisi Berisha dhe ato nga fisi Mërturi martoheshin njëri me tjetrin, sikur të ishin dy fise të ndryshme. Sepse e konsideronin veten vëllëzër, duke besuar se kanë gjak të përbashkët. Këtu pra, fiset Berisha dhe Mërturi shihen si dy fise, edhe pse jetojnë me emrin Berisha. Sa i takon këtij rasti, veç të tjerave, duhet thënë se ata që jetojnë në zonën e Dushkajës quhen Berish, edhe pse shumë prej tyre janë nga fisi Mërturi. E të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ishi duke u shoqëruar me leximin e librit Veprimtaria e jezuitëve në popullin shqiptar të autorit Dom Frog Zefi. Lexoj për ju Jehona Gashi. Ju falenderojmë për vëmendjen, kudo qofshit, qoftë lavdëruar Jezu Krishti.